Përfaqësuesja juaj në kuvent është një zonjë shumë e nderuar për mua, që e pash. Por pas një eksperiencë politike. Zero. Dhe me thënë të drejtën, për shembull njerëzve normal në vend, se këtu nuk ka dhe shumë njerëz normal. Ju ngjall edhe keqerri, që ka marrë me detyrim këtë rol. Është ta marrësh tani ti japësh me detyrim një zonjë, një rol të çuditshëm. Se sa mund t'i frymëzoj, të përfaqësoj atë rol, e kupton? Ja le ta ndjekim. Ja le ta ndjekim një sekondë. Një moment edhe zonjë nderuar komplet. Po kanë marrë dhe ata kanë bërë me koshiencë komisionet këto, gjykatat e jemi dakord. Ligjit që janë këto, se Qelibashi shkret nuk e beri, mo jo. E bën kësa më lartë. Jemi dakord për këto. Po si që jemi, mo? Janë ndik sinkronin. Ana Dajko në parlament. Jam Ana Dajko, më falet se ka mocionit. Më bambi supet e mija 64.000 mandate të këtire djemë 64.000 mandate. 64.000 votat. Po, përgjegjësinë e këtire 64.000 votave. Do donit që të ishit ju sot këtu? Fakti që ndodhi ajo përplasje në koalicionin Nisma Shqipëria Bëhet? Unë nuk doja, nuk e dëshira ime që përfaqësoj që të përfaqësoj këtu, po me vendosën këtë detyrë që të realizoj. Unë do punoj për ta djemë dhe vajzat të rinj që punuan, do vazhdojnë punën e tyre për të vazhduar. Pra, zonjë që më të mirë nuk ka. A është një nënë e mrekullueshme. Po s'pa dyshim, s'ka dyshim. Por atë është marrë tani ca ju që bët këtë budallëkun. Ca këta që ju pëlqeu shumë kjo zgjidhje të komisioneve që janë këta, që vendosin, si quhen, gjykata Kasi, Saliut dhe Jedit. Ca këta i Saliut dhe i Dramës, e morën dhe këta dhe e vunat aty kënë marrë një zonjë tani, zonjë të nderuar dhe shumë të respektuar, këni marrë tani që ta bëj kjo njeri tani 4 vjetë aty o zotri. Ja, po ta shpet. E ti e kuptënve. Vetëm thojni të mos u flasë shumë këtyre. Këta gazetarë duan kështu shikohet. Një zonjë më të mirë nuk ka. Ta marri me raf. Mere. E para njerë, besoj nuk ka më njeri në Shqipëri që nuk e di që u bë bashkë gjithë sistemi për të detyruar një lëvizje që kish marrë 64.268 vota të mos përfaqësohet përmes kandidatëve të votuar të qytetarëve. A jeni dëshmimtar ju për një parti tjetër u pranua i standart? Ore, do të ndryshosh nga këta politikanë. Tani dhe një. Që ju pyetje tjetrun dhe tjetër përgjigje. O, do të përgjigjem unë, do vi. Se ti e ndryshe mo zotri. Do vi, mor zotri. Jep përgjigjen tani. Mor zotri dhe njerë. Kjo zonjë e shkret aty. Kjo njeri i mirë, i nderuar. Ajo s'është e shkret. Shumë e respektuar, e shkret them në mënyrë figurative mo. Them në mënyrë figurative. E kuptoj. Pa ajo është zonjë e nderuar. Nuk ishte njeri më nderuar. Tani. Ajo ishte në hallo, zotri. Qa do bëj kjo 4 Ta marri me radhë. A ta marri me radhë. Po shto marrë me radhë, do të pjesë më vonë për këto. Do të përgjigjem tani. Po të pjesë më vonë, më thuaj. Pra, me lërë të... Ajde. Tani, ju këtu, se e një gazetar, keni pesh publike. U përdor standard tjetër për partinë social-demokrate? Po sigurisht. Po. Po a ishte social-demokrate e ka të ndoshim? Që është këtu. U përdor standard tjetër? Po sigurisht. Për ne, u përdor blokimi dhe standard tjetër? Po sigurisht. Po, u përdor kalitrojës aty dhe futën makinacionet? Po sigurisht. Po, pra gjithë sistemi u bë kundër për të lejuar që ne ta aplikonim për këto. Dhe kjo duhet të revoltoj ty të parin, çdo qytetar, sepse është një maskarat që ka ndodhur në sytë të gjithëve. Është një pa drejtësi që ka ndodhur në sytë të gjithëve. Të gjithë ju duhet i ndihmoni. Unë i revoltuar jam valla, po. Të lutem. Po çfarë në revolta ime këtu? Sa i takon. Me nder pjesë njëri revoltën time tani. Ja ta mbaroj tani. Po tani ç'është? Ore un kam në dorë të drejtën të ndjekur. Un kam dorë të jemi parimor, un kam dorë të po duan të rrinë le të rrinë kështu morti. Un kam dorë të luftoj për të drejtën. Dakor. Un nuk jam as i botës në ndeshme që të detyroj ata. E peti bëri njëri llafe për atë në rregull. Për atë në Fiera atje që u ndrua mandati për 5 minuta. Në rinumurim e mori një kandidate
për 5 minuta, e dorëzoj ndërkohë që atje feston dhe kandidatja. Është kështu apo jo? Mirë, më mirë. E pra, po jo mirë tani, po ti themi si që ka. Tani është bërë gjithë sistemi kundër një lëvizje që të vetëmin faj që ka guxoj të garoj. Guxoj të kërkoj garën. Ky që e faj vetëm Joni. Dhe qa bën përdorën një kaltroje, një tradhtar, për të realizuar gjithë këtë mision të keq, dhe është e vërtet. Po, zonja Ana Dajko nuk e ka dashur dhe nuk e do atë mandat. Ja më ja, po ta them unë. Nuk e ka dash mor zotri. Ajo nuk e ka dash atë mandat. Por ajo po e mban atë mandat si të vetmen mundësi që ne kemi që të mos jalëm në tavolin një tradhtari që ta marrë ta çojë te pushteti atje dhe ta bëj pazar për ndonjë lart e poshtë. Se po të kishte karakter nuk e bënte këtë që bëri. Dhe ajo është një nënë e nderuar e 2 djemve dhe 3 niprëve dhe mbesave. Po sigurisht mo. Dëgjom, të lutem. Po s'ka mos e unë jam i detyruar me sa e shoh të përpiqem ta mbroj më shumë se ty atë. Eksakt. Dhe unë e ndoqa dhe e pash emocionin e saj. Ajo nuk është politikane, a nuk do flasë me gjuhë politike, foli me gjuhën e një nëne, qytetarit zakonshëm të këtij vendi. Edhe emocionuar ishte. Emocionuar. Deri lapsus. 64.000. Ama një gjë unë ta them me përgjegjësi. Pastaj tha 64.000 votë. Një gjë ta them me përgjegjësi të plot. Është njeriu më i ndershëm i asaj saue. 0 cent nuk i ka vjedh kësaj republike. Në rregull? Do qeshin ata me atë. Jo. Sa është e ndershme. Nuk do qeshin dot me atë. Ore po e pan të ndershme? Nuk do qeshin dot. E di që më ka ndodhur mua një. Ta them unë se do qeshin dot. Sepse Ajo ajo do jetë deputetja. Ore e kam treguar herë tjetër. Po. Ndre Legisi, që tani është një fermer shumë i zoti dhe një zotni. Iku njerë te kryetari i partisë e Fotosnanua dhe i tha që ore zotëri tha unë dua tha tani në një mundësi ekonomike se njeri i varfër i kputur. Po. I vetmi njeri i kputur që hyri i kputur dhe doli i kputur nga partia. I kputur në ekonomikisht. Edhe i tha... Njeri i ndershëm, more. Po i ndershëm. Hyri dhe doli i ndershëm. Po, dola në një lek, tha, për fushatën. Me makinën, naftën, benzinën. Se unë s'kam as banes, tha, shpik për të fjetur. Po. Jo, tha, nuk ka para, tha, nano, se ty të kemi caktuar për të ndershëm. Këshin caktuar vetë, ma për të ndershëm këte. Edhe kjo aty, kur të shikojnë të ndershme këshu, do qeshin ata, mo, tër ditën. Që është kjo, thëmë? Me këdo qeshin, me një nën, po pse qa ka bërë? Po s'ka rëndësi, mo, me këtë qeshin ata qeshin me këdo. Ata kanë të drejtë të qeshin sa duan, o lape. O zotëri. Ju jeni të ndërgjegjshëm që se duhet qytetarë ta kuptojnë. Ju jeni të ndërgjegjshëm që gjithë sistemi është bërë bashkë për të mos lejuar që mandati të shkojë aty ku duhet. Po. Kaq, faleminderit. Jam. Ndryshe unë nuk do të kisha thirrur. Dhe ky është shembull. Unë minatosa një minutë. I nderuar. Në qoftë se ata do të vendosin ty, nuk është për mua, jo kalon me listë hapur, do të thrisje. Jo, më jo ty që takon. Ore, në zgjedhje normale me ligjin e që përgatiti në favor të vetë Rama dhe kalon një tim o zotri. Rama dhe. Po tani merr me atë tjetrin ti, kalkulon ai tjetri këtë gjëra dhe merr nxjerr dajin e vet në fillim që ti të vesh këtë dhe pastaj ç'a quhet ky? Spaku, jo spaku. Komisioni që kasi, se kanë bërë shumë emra kështu dhe mezi mbaj mend. Ai merr të cakton përfundimisht, e kupton, mblidhen ata aty dhe të caktojnë. Dhe unë të kam thirrur me këtë lloj revolte aty. Po mirë. Të kam thirrur vërtet më për. Ne ata në kas si qeshnin kur mos. Qeshnin mos e. Të lutem. Pa të thash që të lutem. 2 nga ata, si qytetar duhet ta kuptojmë, kasi përbëhet nga 5 veta. Këta 5 persona, 3 janë të Partisë Socialiste, 2 janë të Partisë Demokratike. 2 të doktorit, po mu? Po. Po kështu i kanë ndarë më gjëra. Këta të Partisë Demokratike, të Saliut. Zoti Lape. Qeshin me këta të Ramës. Edhe tani mo, 3 me Rama, 2 doktorit, 3 Rama, 2 doktorit. Se të gjitha vendet, mo, të gjitha gjërat. 3 ky, 2 ky, 3 ky, 2 ky. Do njërë 4 ky, 1 ky. Tani që të jemi të qartë. Këta që bëjnë si kur zihen për demokracinë e këtij vendi, kjo opozita aty në kas, nuk mandet dot anën e një subjekti opozitar se e drejta që aty, siç që zbatuar dhe aplikuar për atë tjetrin, partin tjetër. Për 1 minutë si u bën bashkë ata? Jemi okay. Peti si qeshnin. Pyetje retorike kjo? Jo, po si u bën? Retorike. Si e keni konceptuar ju opozitën tani? Zonja... E dua 1 minutë e gjysmë, po. Cilat janë çështjet themelore që do të fokusoheni? E para një, zonja përfaqësuesja jonë, zonja Ana Dajko në parlament, nuk do të jetë një deputete klasike e zakonshme, që do shkojë aty dhe do bëjë fjalime, sepse nuk e ka kërkuar atë detyrë, por ne do ta kthejmë atë në deputeten më produktive
të gjithë tranzicionit shqiptar. Vetëm mos i vini këti inteligencë artificiale që të Jo, flisni ju, jo, jashtë dhe duke sikur fleta jo. Zonja Dajko Se pastaj ben 2 ministra digital. Zonja Dajko Pas ka 7 avokat dhe pedagog të së drejtës që janë pjesë e ekipit Lëvizjes Shqipëria. Qartë. Dhe ne do të shkruajmë dhe po shkruajmë në vazhdimsi projekt ligje për fushat ndryshme të jetës. Të cilat ajo do t'i lexojë. Ajo do t'i depozitoj dhe do të eci përpara dhe do t'jetë një deputete që do t'a kryej detyrën me shkresa, me akte. Qartë. Këtë do bëjmë. Dhe pallafazangrinë e këtyre, se llafet i Por kanë arrofshin llafet e aty. Llafet i kanë këta. Do flas me flet, me shkresa. Pra do fokusoni në parlament me këte. Po tjetër, pjesa tjetër. Në terren, ju e dini, antarë televizijës tonë janë aktivist, këtu e 15 vite një pjesë e tyre, unë si Adriatik kam 15 vite që në fakultetet deri tani që nuk jam dalur, do të jemi rrugëve të Atë-Dheut, dje isha në Roskovec, isha në Vlorë mbas dite, para ditën në Roskovec, do vazhdoj këtë javë, mund të jem në Cërrike me radhë, gjithë Shqipërinë në çdo cep, ku është haui, ku është problemi, para një muaj kam qenë bashkë me banorët e Kurdarisë në Klos për punën e hidrocentraleve që po ndërtohen duke vjedhur ata banorët aty, dhe jemi në gjykat, do ta çojmë përpara,